Zjarri në një banesë në lagjen Liria ka lënë pas tre 2 familje me gjithsej 13 antar. Ngjarje ndodhur para ditën e së martës. Siç tregojnë edhe filmimet, gjithçka zhvilluar në një terren tepër të vështirë pasi shtëpitë janë shumë pranë njëra tjetrës, ndaj dhe zjarrfikësit janë përqendruar në izolimin e flakëve për të mos u përhapur tek të tjerat. Fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, ndërsa sa i përket dëmeve materiale gjithçka është shkëmbuar. Në ndërtesë banonte familja Selja me 8 pjesëtar dhe familja Samini me 5 pjesëtar, pjesa më e madhe e tyre fëmijë. Kryefamiljari Lulzim Selja tregon për ngjarjen. Nusja ishte në shtëpi me gjithë fëmijë. Shkoj mi morë fëmijët të shkolla, ndoshta korrenti i ka bëjt atë gjona, se i kam pas telat zdeshëm kret po të thush. Lakshtin kam pas mrena, tana kajnë ardhi shoqat për me dash me Magadic, të majt ja sot, ja nesër, ja mas nesër, s'kajnë ardha si herë me Magadic. Familja jame ka 8 pjesëtar, 6 fëmijë edhe burrë gru. Po, shkaktu dëmet moja? Dëmet moja, në shtëpia mos i jena si fukara. Tash me në rrugë moja, se s'kam qa bëj tjetër. Çfarë punë ke bërë? Unë kam punu hamall, ç'm ka dalë. Sulhraja me ndihmu shteti, a dikush me ndihmu me Magaditi këtë çvi. Se ku me leton? I ka zhdinë që me thonë më tepër. Banesat e lagjes Liria në hyrje të qytetit të Shkodrës janë ndër më të vjetrat në këtë qytet, me një arkitekturë që i ka vendosur shumë pranë njëra tjetrës dhe me rrugica të ngushta përmes tyre. Ato janë mjaft të ekspozuara ndaj rreziqeve, sidomos zjarreve. Është kjo arsyeja pse Bashkia Shkodrës Osheja dhe specialistët zjarrfikës kanë detyrimin të koordinojnë punën mes tyre për përmirësimin sa të jetë e mundur të kushteve të infrastrukturës në këtë blok banimi, pasi me gjendjen aktuale, ngjarjet e tilla të rrezikshme janë të pashmangshme.